në ato limite të shkruara. Për shembull, nëse unë po e përvetsoj një hadith ose një ajet edhe ideja jam që aty çka është thonë edhe nuk kam unë çka shtoj edhe nuk kam çka logjikoj edhe nuk kam çka mendoj edhe nuk e di shembull ku e shfrytëzoj, po thjesht jetoj në mënyrë shabllone me ato. Në tonë s'kam parasysh as para kujt jam, as në çfarë situate, as në çfarë rrethone, padyshim që ajo ka me qenë masnej ndoshta e domshme edhe për ty si person, që nuk jam besimtar. Sepse na e glorifikojmë shpesh figurën e besimtarit. A din mendojmë, kemi pritshmëritë të tilla që ky zot runa, a din shibël zbë me pasën to. E faktikisht harrojmë që ky sistem që ka ardhur, te cilin na po përshtatemi, që ky sistemi vetë rregullues për aspektit fetar dhe për islamit që po vjen. Shumë njerëz gjatë jetës tyre jetojnë duke kërkuar realitetin e jetës, duke kërkuar të vërtetën e jetës. Mirë po, gjithmonë flitet për ndikimin e besimit në jetën e njereut. Për ta diskutuar këtë temë me kaq rëndësi për jetën tonë të përditshme, e kam nderin ta kem psikoterapisten Besarta Fazliu. Përshëndetje Besarta. Përshëndetje Vlera. Faleminderit shumë që je sot me mua. Jam shumë e nderuar që jam përballë teje, edhe që po ndajna këtë bashkëbisedim bashkë me ty. Qashtu që të kallëzova, unë erdha pak me pushu, me bo diskutim, edhe me bo muhabet me ty, e inshallah ka me shku diçka mirë edhe është në shërbim edhe në benefit të shikuesve. S'kam dyshim në atë. Besarta, njeriu, siç e thash, domethënë gjithmonë jeton me në kërkim, jeton me kërku një të vërtetë. Dikush e gjen diku, dikush e gjen diku tjetër, mirë po ne e shohim përditshmëri që besimi është një faktor shumë i rëndësishëm kryesisht për shëndetin mendor. Çish mendon që ndikon besimi në shëndetin mendor të njeriut në jetën e përditshme? Vlera, ana historikisht njeriu ka lind me besimin e dim, çashtu qysh edhe Islami e tregon, mirë po ashtu edhe qysh eksperienca masnej edhe praktika njerëzore dhe funksioni njerëzor ka dëshmu faktikisht këtë gjë është që njeriu dhe besimi janë të pandashëm. Domethënë qysh prej atëherë kur ndoshta edhe jeta ka qenë shumë më ndryshe prej kësaj që është sot, nuk ka qenë kaq dinamike, po ka qenë luftë edhe përmbjetesë, domethënë qysh atëherë është ndi nevoja për një siguri, një lidhje me një qenje shumë dimensionale apo me një qenje universale e që zakonshëm në fenë tonë quhet Zot Allah. Besimi është një prej funksioneve jetësore edhe prej motiveve jetësore të njeriut, kruciale, esenciale, të cilën e bën njeriu në një farë forme të jetë sa më stabil në aspektin e tij jetësor, sa më stabil në aspektin emocional, në jetën sociale, e bën shumë më të ndërgjegjshëm, shumë më të vetëdijshëm, shumë më të përgjegjshëm për përgjegjësitë që i ka, po besa edhe me marr përgjegjësi. Domethënë nxit edhe për me marr përgjegjësi, po edhe mos me u ik përgjegjësive që faktikisht ai ka. Nxit vetë rregullimin emocional, nxit vetë përmirësimin, nxit vetë aktualizimin, nxit shumë procese psikologjike në shumë aspekte, të cilat na zakonshëm edhe i njohim edhe prej aspektit psikologjik edhe prej shkencës së psikologjisë, po edhe prej psikoterapisë. Ndoshta një prej gjanave që zakonshëm na e përmendim është domethënë që ka ndikon spiritualiteti në jetën e njeriut është se është një prej dimensioneve që ty ta jep një sistem vlerash dhe atributësh në të cilat ti beson dhe jeton me to. Domethënë ti i beson ato, mundohesh me u mishnu me ato, për shkak se i shesi vlera, i shesi diçka që jeton faktikisht tu e bo vetën tone çdo ditë më të mirë, edhe tu qenë edhe çdo ditë edhe më i mirë edhe më i dobishëm edhe për të tjerët. Shumë aspekte mujna me prek, për shembull, prej faktit që ta jep ndjesinë që ti je stabil se e keni siguri, se çështjet e tua janë në dorën e dikujt të cilit është
Nuk është diçka e domosdoshme, nuk është një qenje e çfarëdoshme ajo, po është krijues i qiellës edhe i tokës. Ti ja mbështet edhe ja beson çështjet e tua, barrën tënde, qoftë ajo emocionale, shpirtnore, fizike, çfarëdoshme që është, ti e din që ja beson dikujt që është sunduesi suprem i universit. Domethënë është dikush që nuk është diçka e zakonshme, në të cilën na e dim që nashta kryet, nashta s'kryet, po ti me bindje dhe me bindje thellë faktikisht edhe me qëndrueshmëri thellë në ato që ti beson, e din që është dikush që të mbikëqyr, është dikush që të kontrollon, është dikush që në një farë forme kujdeset për ty, të runë prej shumë gjanave të cilat ndoshta ti nuk je as i vetëdijshëm, të lën me funksionu edhe me jetu, për shembull tu nis prej organizmit tënd të brendshëm që ti nuk ke nevojë as me kontrollu, as nuk ke nevojë me mendu për ato, pa ai funksionon edhe ruan vetveten e tij në një farë forme. Kjo është e para, faktikisht që neve na jep siguri, besimi, mas ne na jep stabilitet emocional për shkak të atyre vlerave dhe atributeve të cilat ti e din që neve na rritin ato vetëvlerësimin kur e dim që jemi kap me një ideal të fortë, me një qëllim madhor, neve edhe vetën dyqysh në një farë forme e sheti ma të vlefshëm edhe ma të rëndësishëm. Mas ne është pjesa e përkatësisë, që ti e ndin vetën që e pjesë e një përkatësie, që e një grupi me vlera, e një komuniteti që thret në të mirën, dalon nga e keqja, e ngjajshëm, domethënë ti e din faktikisht që e ki edhe aspektin e sigurisë sociale edhe nuk rrezikohesh, nuk ki nevojë me jetu në vetë izolim, për shkak se e din që ka kush ta shtrin dorën, ka kush merret me ty, ka kush në mbështet në aspekt emocional, e ngjajshëm, e të tjera domethënë deri te luftimi i ankthit, stresit, depresionit, dhe shumë sëmundjeve të tjera, qofshin ato domethënë sëmundje mendore ose edhe fizike, domethënë ta jep në një farë forme një dhuratë këndshme, një dhuratë bukur, e që është një sistem jetese, të cilin ti adaptohesh me ato, po edhe faktikisht gjen lehtësi në të. Se për këtë arsye faktikisht është spiritualiteti edhe religioni, që jetën me na bën neve sa më të thjeshtë edhe sa më të lehtë. Po, Besarta tregove shumë mirë, domethënë ndikimin e mirë të besimit, të islamit në këtë rast, domethënë mirëqenien mendore të individit. Po, a mendon që ka raste kur besimi ndoshta edhe mundet me u keq kuptu ose me u kop në një formë kushtimisht, po them gabimisht, edhe me u ndje si barr ndonjëherë prej njerëzve, për shkak se jeta e përditshme krijohet një lloj. Çka mendon për këtë pjesë? Po vlera, mundësia është gjithmonë ekzistente për konceptet se ti e din që në psikoterapi na punojmë dhe i referohemi gjatë gjithë kohës, domethënë formimit të shëndetshëm edhe ndërtimit të shëndetshëm të koncepteve. Domethënë tu i pas parasysh edhe limitet, se jo gjithçka idealizohet, jo gjithçka faktorizohet. Domethënë në secilin prej koncepteve jetësore na duhemi me qenë të limituar. Domethënë të qartë me ato çfarë po dojmë, po limitet prej vetvetes, domethënë edhe në raport me veten edhe në raport me të tjerët. Edhe spiritualiteti ose religioni në shumë aspekte mundet me qenë qashtu qysh është edhe lehtësi, edhe pse ai qëllimi i tij është për të qenë lehtësi faktikisht, mirë po mund tjetë për ata që nuk din me konceptu qysh duhet, për ata që nuk din me përkufizue, me definu në format e duhura, edhe në mënyrat e duhura, padyshim që mas ne ajo bëhet barë edhe për vetë personin, po edhe personat me cilën merren me atë person faktikisht, ose e ndërveprojnë me atë person. Qysh ndodhen këto dhe qysh rrjedhin këto, është ku shpesh herë domethënë aspekti fetar nuk shihet në kuptimin që me u përvetësu, me njoft veten, edhe me njoft veten përmes saj, me ditë limitet e tua, me ditë se çka për ty është e mundshme dhe çka jo, deri ku ti e ke qatë kapacitet për me ndërvepru me gjitha ato thirrje fetare, me gjitha ato rituale fetare, ose me gjitha ato funksione të cilat na zakonshëm i shfrytëzojmë ato për me undi qoftë ma mirë për veti, po edhe me qenë i dobishëm edhe produktiv për shoqërinë. E kur këto zakonshëm i jepet përparësi edhe jetojmë në ato limite të shkruara,
Për shembull, nëse unë po e përvetsoj një hadith ose një ajet edhe ideja jam që aty çka është thonë edhe nuk kam unë çka shtoj edhe nuk kam çka logjikoj edhe nuk kam çka mendoj edhe nuk e di shembull ku e shfrytëzoj, po thjesht jetoj në mënyrë shabllone me ato. Në më thonë, s'kam parasysh as para kujt jam, as në çfarë situate, as në çfarë rrethone, padyshim që ajo ka me qenë mas nej ndoshta e domshme edhe për ty si person, po edhe për të tjerët, se Islami në këtë rast, nëse po i referohemi Islami, do më thonë, ti e din që nxit në bashkëpunim, nxit në komunikim të mirë, të sjellshëm, të mirësjellshëm, do më thonë tu e pas parasysh edhe kënd e ki përballë edhe emocionet e personit tjetër, pa kalu në ofendime, pa kalu në poshtime, në nënçmime, e ngjajshëm, a kupton? Do të thonë edhe sidomos pa i dhënë vetes përparësi që unë jam në të drejtën edhe unë e kam mirë e ti e ke keq. Do të thonë, e nëse na nuk arrim me i sintetizu, me i thellu aspektin ton të vetdijes edhe të ndërgjegjësimit në raport me këto mësime që na i marrim prej Islamit, do të thonë padyshim që rezultati ka me qenë ndoshta më shumë dëm se sa që ka me qenë dobi. Ndërsa kur një person është i vetëdijshëm, edhe e din që Islami, edhe rregullat fetare, edhe ato rituale, edhe ato thirrje, ato ndalesa, apo ato lejesa janë për ty si person që me ta lecu jetën tënde, me kanë ti më i mirë, edhe me veten, edhe me njerëzit që i ki përreth, pavarësisht se sa ata janë të ndërlidhur me këto vlera tua ose jo, do të thonë na nuk e jetojmë Islamin për shkak se krejt duhet me jetu. Po na jetojmë Islamin për shkak se na dojmë me pas vlerë edhe pesh prezenca jon në atë rreth ku jemi. Do të thonë me qenë ai shembulli i mirë, pavarësisht se kanë e kemi përballë. Se nuk e kemi luksin me zgjedh me kanë kemi me jetu edhe me çfarë mentalitetesh me jetu. Do të thonë ato janë ashtu ç'sh janë, do të thonë pa e përcaktuar nëse ti. E kështu që adaptimi, ai ndërveprimi, ai bashkëpunimi, gjithmonë me idenë që po i kontribojmë më të mirës, po i kontribojmë çështjeve thirrjes në të mirë, edhe ndalimit nga e keqja, gjithmonë po e potencoj se është një prej qëllimeve tona, në përgjithësi në jetë, kudo që je, qoftë në jetë, në familje, në profesion, kudo qoftë, domethënë kjo është ideja edhe të qenit faktikisht ekzistent në një farë forme, okay? Me pas dobi edhe pesh fakti që na ekzistojmë, me lënë gjurmë të mira. E në këtë aspekt, do më thonë, padyshim që është lehtësim, padyshim që ti je një person i cili pa marrë parasysh aty në ideve dhe pa marrë parasysh aty në koncepteve, besimeve, qëndrimeve që ti ke në raport me fen, ti kur e din mirë me përbrendësu fen, edhe din me i respektu rregullat edhe thirrjet që ajo i ka, padyshim që ti ke me kon produktiv, edhe njerëzit me çfarë do lloj bindje edhe qofshin ato ndryshe ty kanë me thirrë edhe ka me pas vendi jot ka me pas pesh. Prezenca jote ka me pas pesh edhe ka me qenë padyshim që e dobishme. Po, besarta falem, do më thonë për rolin e besimtarit në dy aspekte. Në aspektin, do më thonë, qysh besimi e lehtëson jetën tonë, na ofron siguri, po dhe në anën tjetër kur besimi mundet me u shndru në barë. Jo pse realisht Islami është barë, mirë po ne mundemi me perceptu në atë formë që me ndjesi barë. Është krejt i keq informimi, edhe keq interpretimi ka njëherë, edhe keq kuptimi ka njëherë, se jo të gjitha kanë kapacitetin me kuptu mirë. Nëse eventualisht Islami, religioni, spiritualiteti në përgjithësi kthehet në barë, duhemi me reflektu mbi veten. A është ma lehtësu mu jetën, a është ma vështirësu? Se këtu ka diçka që nuk shkon. Për shkak se Islami na e dim që profeti Muhammed thot sallallahu alaihi wasallam thot që lehtësoni e mos vështirësoni. Okay? Ose në momentin kur Zoti thot e përsosa fen tuaj, domethënë nuk është që ai veç ta kalshuti në barë edhe po thot atim gjendu ti me ta si me ta lshu një granatë në dorë, po esenca është që ti faktikisht mundesh mos me e njoft funksionin e saj. Mundesh me pas në dorë ose në zemër, por mos me e njoft mirë funksionin e saj. Okay? Kështu që te kjo pjesë mendoj që e pyesim veten, a është diçka që po mbletëson? A është diçka që po më nxit me përmirësu mu veten teme, apo kam mirëqenie të vazhdueshme one tu e pasu këtë lloj linje, këtë lloj rrugtimi, apo po më qet hala më shumë të lashe. Do të thonë edhe nëse përgjigja është që është barë, atëherë padyshim që duhesh me reflektu, duhesh me hi me lexu, me mësu, me marrë të burimet e duhura, me u kthy te burimet e duhura, edhe me i kërku ato derisa ta kuptojsh se vlera njerëzit që i kom pa edhe që kanë
ide të shëndetshme, edhe funksion të shëndetshëm jetësor. Po mendoj për besimtarët. Ata që faktikisht e kanë një raport edhe një lidhje të veçantë me Zotin e tyne. Ata cilët e din pse është që kjo lidhje që ka që veçantë, edhe e din se qysh e mbajnë, edhe qysh ripërpunohet, edhe qysh freskohet ajo lidhje. Pasha Zotin është e pamundshme ti mos me pa qetësinë të ata njerëz, mos me pa bukurinë të ata njerëz, mos me dasht me fol me ata njerëz, mos me dasht me ndërvepru me ata njerëz. A kupton, domethënë e ndin nevojën ti vetë me i pas ata afër. Edhe zakonshëm këtë gjë e kuptojmë edhe pikë klientave, domethënë pa marr parasysh vështirësive se ato që thjesht ta jep besimi, siguria në Zot edhe që kjo lidhja, raporti i veçantë me Zotin është diçka që nuk e merr ti kërkun tjetër. Se njerëzit jo na e dim që njerëzit janë të përkohshëm, as ne janë me kapacitetet kufizume, me potencial të kufizuar. Gjithçka është nga botë, gjithçka objektive është e kufizuar. E pa kompromis në kuptimin që ka me koni përfundim i mirë edhe ka mu bu mirë edhe ka me bu mirë edhe ka me koni mirë, është i vetmi është raporti me Zotin që ta jep këtë gjë. Do të thonë kjo është inspirimi, ai frymëzimi spiritual që zakonshëm na e ndjejmë për shkak të prezencës së besimit në zemrat tona. Kështu që ti e besoj që të ka ra rasti me pa, do më thonë bukurinë edhe hjeshin që e kanë personat, që e din që apo besojnë edhe besojnë fuqishëm në ato, se unë jam këtu për të qenë i mirë, se është i miri, ai që mi ka dhënë mësimet më të mira. Kështu që elhamdulillah po besoj që në këtë kontekst padyshim që do të jemi të produktiv. Fiks ashtu që tha besorta, do më thonë, reflekton njeriu që ka besim. Mirë po du me fol pak për njerëzit të cilët nuk e kanë besimin një farë formë, ose jetojnë pa besimin si prioritet, ose nuk e kanë bazë tjetës, edhe pse në jetën e përditshme, edhe lufta kur ka qenë realisht, njerëzit edhe nëse nuk kanë besu, ose nuk kanë qenë praktikus të cilës do fe, po të fesë islame në këtë rast që po flasim, prap momentet të vështira, themi o Zot, gjithmonë i kthehemi Zotit. Mirë po ka njerëz të cilët do thotë besimi nuk e kanë pjesë tjetës tëne. A vren dallime në punën e përditshme mes këtyre kategorinë, nëse mund t'i quaj kështu. Do thotë njerëz që e kanë besimin prioritet, e bazojnë jetën e tyre në besim dhe këtyre të tjerëve. Faktikisht te pjesa e personave që mendojnë se kanë besimin të përjashtuar, që t'jam e sinqert, mas pari unë vetë kur njetë nuk e kom taku një person, do thonë kom mujt me pa në televizor, kom mujt me pa kudo, po faktikisht kur him ti në biseda pak ma të thella me secilin do, edhe ato që pretendon që nuk është edhe nuk e ka një lidhje me Zotin, a din se atë janë zakonshëm ato frazat e famshme tyne, që më ka ra vetë personalisht më marrë me to, për shkak se unë trajtoj edhe persona që janë të besimit fetar, edhe jo fetar, edhe të krishter, kështu e kom pas fatin, do me thonë, me pas laramanit e klientave, po edhe të tillë që thjesht nuk dojnë me pa si zgjidhje të besuarit. Edhe në fund kur t'ja nis mas nej me diskutu pak ma thellë, kupton që ka dalë thot po prit se jo, nuk e mohon ekzistencën e Zotit, po thot diçka, unë raport me Zotin si kam punë të mirë. Do me thonë përfundon të ky konkludim. Të qita persona zakonshëm mendoj që janë shumë paragjykues të vetës vetë, e para punës. E dyta, mendoj që idejnë për fejnë edhe për Zotin edhe për religionin e besimin përgjithësi, mendoj që e kanë të keq interpretuar deri te ata, për shkak se na shpesh herë kemi tendencë shumë të madhe vlera me pa fejnë si rregulla, kupton, si diçka që të manon kontroll, si diçka që vazhdueshëm ti duhet me bë matematik, a ban as ban, dyqysh mënyrë milimetrike ti dush mi pa e mi vlerësu gjana që, domethënë se si te ato loja që kallët loja me njëherë bune e shkele, domethënë që të pikë. Kështu që te kjo pjesë vrej persona që janë zakonshëm që mendojnë veten, jo që dojnë. Paktën unë po them asnjëherë nuk kom pa. Tash ka njëherë e kom pyetjen a ekzistojnë ata njerëz për një me, apo është vetëm një fjalë goje që ka njëherë thjesht është një lloj deklarate nga frustrimi ose nga cinizmi ose nga xhelozia që mundet me pas dikush me dikon, fiks për atë pjesën e fanatikëve fetar mendoj unë që na ka njëherë për shkak të fanatizmit të tepërt fetar mendoj që prodhojmë ka njëherë
të të tilla produkte, okay? Për shkak se nuk I lojmë derë. Zban këtu, zban aty, je I pa shpresë, gjeni planet tjetër se s'ki ku me shku, këtu s'ki vend, kupton? E mendoj që kjo mandej tu na pa neve tu fol për Zotin edhe mënyrën qysh na e mendojmë lidhjen me Zotin edhe në raport me fen. Besimtari se bën këto, zban ato, dhe ata thonë pritu ne bëj edhe këto, edhe to. Okej, s'jam besimtar. Okej? Domthon konkluzjoni vetëm që mundet me nxjerr dikush është që nuk jam besimtar, sepse na e glorifikojmë shpesh figurën e besimtarit. Aty mendojmë kemi pritshmëri të tilla që ky zot runa, aden shibël zbë me pasëm to. E faktikisht harrojmë që ky sistem që ka ardhe, të cilin apo përshtatemi, që ky sistemi vetë rregullues për aspektit fetar edhe për islamit që po vjen, domethënë për çka po vjen ajo atëherë? Domethënë tishim na çashtu, po besojmë edhe kryet muhabeti, domethënë jemi të pastër mas, ne jemi të qiltër dhe jemi njerëz ma të ngritur, jemi mbi njeriu, nëse s'po gabojshim. Okej? Domethënë fakti që na vazhdueshëm jam shumë dakord na me shku vazhdueshëm drejt përmirësimit, me u këshillu për mirë se kemi obligim me qenë afër njëri tjetrit edhe mos me gjujt vllaun motrën për shkak të një gabimi për shembull që është shumë e domosdoshme po ashtu, shumë esenciale në fe, që ndodh me afru, që është ndodh, po për ata thash, ajo është ajo pjesa e fanatizmit fetar që dëme kam të drejtën me leqitë, subhanallah, këtë drejt nuk di kush e ka përveç Zotit, nuk e di kush tjetër e ka këtë kompetencë me tregu që ti ki vën e s'ki vën, ose je I miri, je I keqi përveç se Zotit. Kuptoj nëse është diçka e para dhe e fundit mendoj unë që nuk ish dash neve asnjëherë me na interesu si besimtar. Përveç çështjes sonë edhe përveç përmirësimit tonë edhe ndihmës së tjetrit në përmirësim është ajo me ja pa gabimet me lup. Domethënë na vazhdueshëm mundohemi deri te njëti ta gjykojmë aspektin edhe ku nuk duhet, aspektet spirituale edhe ku nuk duhet. Na pik ndërgjegjësimi skemit të që kjo pjesë kur është esenca me gjyku tjetrin. Domethënë të pash, ke ranë radar edhe u kry, dhe me ke bo diçka. E këto, ky lloj kufizimi, ky lloj ngushtimi, ky lloj paragjykimi, etiketimi, çka do qoftë në çeme tjetër, domethënë që kjo është ajo që të vjen mas ne njeri me thonë po unë s'jam kërkon. Ose e sheni besimtar që është shumë I mirë, edhe shumë I përkushtuar, edhe zakonshëm e krahason veten me ta edhe thotë kurrë nësë ma I qështu me konë. Kështu që ma mirë për thëma din qysh s'ka. Pe ignoroj komplet totalisht për shkak se po pas ka tepër shumë rregulla, pas ka tepër shumë mbikëqyrje në atë pjesë edhe ato gabimet që kanë të pafalshme. E ç'kjo ideja që gabimet në islam janë të pafalshme, se na e dënojmë veten edhe si besimtar shpeshherë. Me thonë një prej problematikave të shëndetit mendor më shumë ti që na çon neve të psikologu si persona, nuk di a vin shumica nëse veç e kanë, po gjithsesi disa që janë pak më të vetëdijshëm, po mendoj edhe që faktikisht lypin zgjidhje, lypin shpresë, besoj që e kanë është kjo ideja që bona një gabim edhe mu ka më dënu Zoti. Domethënë kjo është kur ti nuk e njeh faktikisht mirë islamin edhe kur nuk e njeh mirë Zotin ton mas pari, se Zoti nuk është hakmarrës. Edhe nuk është si na Zoti, e bon e gabim dysh e ki, a kupton? Domethënë që si lloj kuptimi tepër cinik ka një herë po e sjellin që unë e bona një gabim tash kam me ma kthy këto. Domethënë shpesh edhe nevojat tona I bllokojmë, I mohojmë, nuk dojmë I njoh, nuk dojmë I ditë, nuk dojmë I pranu që janë çashtu, veç për faktin se nëse unë e bëj një gabim ose nëse I referona nevojave të mia, Zoti ka më dënu kur gjë s'ka më shku marr. A kupton, na duhemi me kuptu botën tonë, natyrshmërinë tonë prej gabimtari mas pari. Në përmirësim vazhdueshëm, definitivisht, po, eventualisht, kjo është esenca e pendimit. Kjo është esenca e kthimit të Zotit, kjo është esenca e lidhjes tonë dhe me Zotin. Domethënë që jo pse ti je më I miri edhe se ti kur s'bën keq. Po se ti sa do, edhe si do që vazhdon jeta jote përderisa si je në mohim Zotit, Zoti është aty për ty, edhe kur ti nuk e sheh, edhe kur ti nuk e ndjen, ai prapë është aty. Domethënë kur e ndjen e kur nuk e ndjen. Kur mendon që është prezant me ty edhe kur mendon që nuk është prezant me ty. Domethënë pavarësisht ajo është gjithmonë është në kujdesin ton. E kjo pjesë kur I njeh atributet e Zotit, domethënë edhe kur e din faktikisht se çfarë Zoti bre kena, çfarë Zoti të mirë kena, kujt jena aty I besu.
A kupton? Janë do gjana që ty automatikisht dëbojnë me kanë pak ma me kanë në tokë vlera, edhe të bën me pa veten me një sy pak ma kritik, po të mëshirës. Po ashtu, kemi nevojna me si njerëz me mëshiru veten, po edhe tjetrin mas nej me qatë sy. Po, më pëlqej shumë përshkrimi edhe shpresoj edhe besoj shumë që ka me ndiku shumë në ngritjen e vetdijes në përgjithësi tonën, si njerëz që praktikojmë fenë, në mënyrë që mos me mos me leqit njëri tjetrin shumë thjesht, e bone qëto dhe tash je i degradun, je etiketun edhe je jashtë qëti boksit që na e kemi kriju, se e kemi kriju realisht vetë, për shkak se feja që është dhe ti është shumë e lehtë, Zoti nuk e ka bu fen Islamin për me na vështirësu në jetën. Mirë për momentin që na shohim Islamin si vështirësi të jetës, atëherë automatikisht po i bjen që na duhet mu marrë me veten, qysh e përshkruve. Besorta po e përmende ma herët stresin, ankthin, depresionin, edhe që të nash si shoshni, do thot shoqër që është ngrit vetdia, po prap se prap kemi shumë elemente që ndikojnë na mu ballafaqu me këto gjendje. Qysh mendon që besimi ndikon në te i kalimin e tëne ose në menaxhimin e tëne më të mirë tëne? Elhamdulillah, besoj që në përgjithësi prej ku kemi qenë vlerë dhe ku jemi, besoj që ti po ashtu je vetëdijshme se je fushës, e kupton që ndryshimi i ndërgjegjësimit në çat aspekt është shumë më i lartë, po ka njëherë po më duket sikur në një farë forme po ka shumë ndarje ekstreme prap. Nuk e shoh të ndar besimin prej, po menoj besimin aspektin spiritual, nuk e shoh të ndam prej aspektit psikologjik. Unë personalisht si besar i shoh si diçka që janë ti për të ndërlidhuna me njëna tjetrën që e plotësojnë, jo që e plotësojnë se s'ka çka e plotëson Islamin atë kuptim, po na dim që psikologjia dhe psikoterapia janë ma shumë disa metoda dhe teknika, okay? Kuptimin ti e ki në Islamin faktikisht. Aty e ki atë definimin për kufizimin e gjitha gjanave që cilat ty kanë me të dasht. Shpesh herë ka njëherë kur vjen puna me klienta, unë jam xheloze, nuk du me teknika me më kallëzu mu sa e rëndësishëm është rregullimi emocional. Nuk du me përdor metoda psikologjike, jo që s'du me përdor metoda psikologjike, po s'du me menu që shpresa e vetme është e to. A kupton? Se na duhemi me kuptu mas pari vlerën e Islamit që e kemi. E para punës, domethënë, kush ka fol për rregullat komunikimit. Ka fol për rregullat qysh me trajtu veten, ka fol për rregullat qysh me mendu ti për veten, qysh me menu për Zotin, ka thirrë në vetnjohje. Domethënë, hadithi kush e njeh veten e njeh Zotin. Domethënë, a din sa shumë aspekte ka aty të cilat ti na sta diçujna metoda dhe teknika, diçysh atë nuk është aq e vogël ajo. Po, mund me qenë metoda dhe teknika. Po bazamenti edhe esencialja e saj, domethënë brumi i saj është komplet dikun tjetër. E na duhemi mu krenu me atë sen si besimtar. Jo për shkak se po duhet me qit poshtë. Po, është veç një shkencë. Kupton? Islami është sistem jetësor, ndërsa aspekti terapeutik apo terapia në përgjithësi është thjesht një shkencë edhe një rrugë të cila e lehtëson që na me kuptu ma mirë nëse veç nuk kemi arrit me kuptu aspektin fetar edhe religionin edhe mënyrën se qysh me prezentu. Domethënë qysh e din atë debatin e famshëm ndër vitesh historikisht të freudianëve edhe jungianëve, domethënë e din që Freudi e ka pa Freudi e ka pa në një farë forme një problematikën veti, domethënë që shkakton psikozë dhe neurozë, okay, që nuk është punë e vogël, faktikisht korrektur, pse nëse shohim sot edhe nëse adaptojmë sot me gjëra që na po ballafaqohemi vlerë si ti si unë edhe shumë tjerë profesionistë shëndetit mendor, ti e vren që po ka elementet asaj. Po jo që shka thonë Freudi se, domethënë, besimi vetë që të rrugë e ka, domethënë, psikozën dhe neurozën, okay? Mas ne Jungu ka thonë jo, se aspekti spiritual nxit persona, nxit individet, domethënë me pas edhe me zhvillu një qëllim madhor për jetën e tyne, një kuptim më të madh për jetën e tyne, edhe me ndjek edhe me jetu në bazë të atij kuptimi. E din Viktor Frankl mas nej te libri në kërkim të vërtetës, okay, të kuptimit faktikisht. Në kërkim të kuptimit çka ta tregon domethënë për luftën e nazistëve, se qysh kanë ndiku të ata edhe masakrat edhe dhunën edhe atëfar
ku diune, persekutimin që kanë pas ata kush kanë qenë të mbijetuarit, krejt ata që kanë pas një ideal edhe besimin në Zot. Kam pas një ideal me jetu edhe ka pas besimin në Zot. Do të thonë krejt të gjana, masnej nëse him te Maslowi, te hierarkia Maslowit, tregon diçka, thot Maslowi deri në një kohë ka qenë deri te vet aktualizimi, na e dim qysh vim deri te vet aktualizimi. Do të thonë shumë aspekte janë në goxha një rrugë gjatë derisa të vjen te ajo pjesë, po ti duhesh me pas thjesht te vet aktualizimi, duhesh me pas idenë për veten, edhe produktivitetin ton, edhe pozitën tone, edhe në një farë forme me ditë pse je ti që aty ku je edhe çka ki me dhonë, çka ki me dhonë ti pe vetes, në shërbimin e çkafit je ti. Mas ne e ka ripërpunu edhe ka thonë ka dalë se ko ka vetë transcendenca, ko ka një tjetër aspekt ma madhor, dikur ma vone ka thonë Maslowi qa, pse? Se dush me gjetë një kuptim ma madhor, s'po mjaftoj ka veç mi përmbushi to nevojat, okay? Po dash ka mas nej diçka shumë ma shpirtnore, shumë ma spirituale, shumë ma madhore me gjetë, që me mri deri te ai balancimi i këtyne aspekteve tona, dhe me thonë për me pas stabilitet jetësor, na pa u dash ka me pas edhe një kuptim madhor. Kush veç fes ta jep ty këtë sen? Do të thonë kush veç lidhjes me Zotin ty ta jep këtë gjë. Do të thonë e dim që në të gjitha mënyrat rruga që prapë te njëjta gjë, që e quajmë Zot edhe Islam. E qujon. Po. Okej, besoj që edhe shumë të tjerë. Kështu që kjo, përmes këtij rrugtimi na jemi aty faktikisht realisht besoj te vetja jon më e mirë edhe te përmbushja e potencialit tonë. Po. Shumë mirë që e përmende pjesën e Freudit që do thotë i ka identifiku një farë forme psikoza dhe neuroza pjesën e besimit, po që realisht shumë mirë sqarove më herët që mundet me qenë element i barrës, jo psikoz neuroz, një barrë. Të thot për shkak të gabimit në perceptim, mirë po që jo realisht besimi na dërgon që atë. Jo, dëgja, besimi është i zhveshur prej psikozës së të neurozës. Do me thonë është diçka komplet e ndryshme. Është komplet keq kuptimi jon, se që besa tash më kujtu që pas ke pyet për anktin për stresin për të tjerat, se pas na hinë në linjë dhe pas na dal diku tjetër. Ke shumë po. Do me thonë do me thonë unë veç se përmenda që Freudi as ka pas informat deri atëherë. Do me thonë tash neuroshkenca i çet poshtë komplet të sena, kupton, edhe vjen me një lajm bombastik, mas ne që ka dalë se jo veç Islami, po dhe agjerimi edhe shumë rituale tjera, ko kanë domethënë në dobinë e njeriut edhe në stabilitetin e mirëqenien e tij. Po. Islami apo besimi është i zhveshur prej neurozës edhe prej psikozës. Problematika është na vetë si persona, domethënë keq informimi jon, domethënë mos pasja një vedije të qartë edhe të kthjellët për jetën, për veten, për gjithçka që ndodh, për botën, për Zotin, kjo neve na çon aty. Ose të besuarit në një farë forme, të besuarit e devijuar, të besuarit dallash, të besuarit në mënyrë të gabuar. Se janë të qarta brigjonat sot? Janë po është të qarta, po kur na dojmë pas kontroll mbi diçka, ose menojmë që rregullat fetare duhet me pas kontroll mbi ne, do të thonë se na nuk e mendojna veten që na duhet me kontrollu veten, po rregullat fetare do të më na ndrejtojnë. A kupton që ajo pjesa që tash ne shohim si kontroll dhe si rregulla, nuk janë rregullat fetare që të kontrollojnë ty. Për shkak se ty kërkush nuk të ekzekuton. A kupton, do të thonë ti mund me bëj çka dush, kërkush nuk të ekzekuton faktikisht. Është problemi është që ti ke më dhon përgjegjësi për atë gjë. Po fakti që ke më dhon përgjegjësi, mos merr kompetencat e Zotit që ti me gjyku veten. Mos u bën edhe rob edhe Zot, edhe krijesë dhe krijues në të njëjtën kohë. Shumë e mirë kjo. A kupton? Do të thonë nuk i nevojë mi marr të dy kompetencat. Ti je veç krijesa, edhe ti je obliguar vetëm si krijesë me dal para ti. Se atributet e tina na i njohemi, gjithë më sheshmi, falesi, urti, buti, dashuri, lutje pranusi, pendim pranusi, aj, dhe me thonë, ligjë vëndsi, drejtësi vëndsi, e të tjera emra që ka, dhe me thonë, nëse veç pak reflekton edhe nalesh, edhe i shë, mirë i shoshit, a kupton? E kupton që nuk i të bëjshti me një zot që këtu e bone një sheki. Dhe na ka afatizu. Ky është problemi të na që besa, edhe të na në raport me njerëzit e tjerë. Na nuk afatizojmë. Unë ta them ty një hadith dhe ti më vendush me lumë. Ose një ajet, edhe ti më vendush me bo qa për të thëmëne. E Zoti me vite bre, po na jep ku, po na afatizon, po na jep afat. Do më thonë gjithmonë po bjen çështja te ne, si individ. Gjithmonë. E fakti që na mundohemi me mrin kompetencat e Zotit edhe me bo na dënimin,
Domethënë na i mendojna edhe format më dënimit, atë domethënë deri që aty vina sa mendojna me mendu me pozitën e Allahut raport me neve. E që është gabim, unë edhe fetarisht e shoket se janë gabim. Domethënë nuk është prej moralit edhe ahlakut mirë kjo, nuk është tak vallak ti me aqit dënimet vetet edhe me bo vetë dënim, se nuk je i destinuar për shtu. Na e dim që është një grup që bën vetë dënim, apo që kufizon. Po ti nështë ajo militare me shkop, po bën vetë dënim në forma tjera, po. Domethënë po bën muhim vetvetes tone. Domethënë po sakrifikon gjëra të cilat Zoti nuk ka thonë me boti ata, nuk pe lyp Zoti prej teje. Se s'është esenca. Qa po lyp ai? Po lyp vendim të sinqert, po lyp bindje të sinqert prej teje. Po lyp në nështrim, po lyp përmirësim, po lyp besë. Kupton? Po lyp besë. Anite bënu më mirë. Në rregull, kaloj bënu më mirë tash. Vazhdo çiknej. Domethënë na e dim momentin që një person pendohet edhe hyn në Islam, ai është i pastër. Nështë ma i pastër edhe se unë e se ti që nështë që 20 vjetë që sa vite e praktikojmë Islamin. A kupton? Domethënë është komplet i pastër prej çdo gjaje. Veç pse ju ka kthy Zotit. Se që ajo është rruga e ti, sa i ka zgjedhë që ata me pas si përmbyllje të jetës e ti në raport me Zotin e vetë. Këto gjëra na kur i kuptojmë, të kuptuarit e drejtë e Islamit, subhanallah, nuk është një punë e vogël mendoj. Dhe sidomos për kohën e sodit që mendoj që në shumë aspekte gjithkush ka të drejtë me fol, gjithkush ka të drejtë me dhënë deklarata, gjithkush ka të drejtë me interpretu ato që ti je, ato që ti bën, ato që ti mendon, ato që ti ndjen deri te ndjeti e sa të tjera. Domethënë, në krejt aspektet ku na nuk duhet me hina vetë se kemi hy. Kur him që ato aspekte vlera atëherë prite anktin motër, prite depresionin, prite stresin, prite shumë çrregullimet e tjera, edhe ato që ka thonë Dani Bashkaja, ato që ka thonë Freudi, edhe krejt bashkë mas një zinxhir vim. Pse na jemi një bekim, një begati kaq të madhe të kthy kundër vetit, veç të mundu me marrë kompetenca që s'janë tonat. Vetëm krijes. Pa kompetencat e krijuesit. Që shumë e mirë edhe shumë e rëndësishme realisht. Për shkak se shumë e vërtet që ne si njerëz shumë shpesh na ndodh me e marrë, domethënë jemi krijesa në një formë tentojmë ma adhuru Zotin në maksimum. Mirë po, kur vjen puna e këtyne dënimeve që ti i përmende, që na shkojmë deri në vetë mohim për shkak që me e dënu veten, jo me ato kam gjikat, mirë po në format të tjera, atëherë po i bjen që automatikisht ashtu që shta ti, pëndrojmë, po dojmë me tentu me ndru rolin edhe me kalu në rolin e krijuesit Zotin na rujt. Kështu që domethënë pikë që me pas realisht për kujtim shumë i mirë që me pas kujdes. Besarta, qysh tash jemi domethënë në Ramazan, edhe po ne jemi normal në kohën kur mundemi me pi, edhe agjërimi është të na shumë shpesh deri vonë, deri pas luftës, domethënë po flas kryesisht për pjesën nga unë vi, pjesa e Gjakovës, që agjërimi ndoshta nuk ka qenë praktik shumë e përhapur, edhe shumë shpesh është diskutu, sidomos viteve të fundit, do thot orët e gjata që ishin gjatë verës, pranvera, edhe shumë e çuditshme për shumë njerëz me agjëru, me qëndru 16 orë, 17 orë, domethënë pa hangër edhe pa pi. Qysh mendon që ndikon agjërimi sa i përket pjesës shëndetit mendor? Për shkak se konsideroj që dobit përveç ushqimit edhe pijes që është pjesë nutricistëve, mirë po kjo pjesa shëndetit mendor është ka elemente tepër të mëdha. Domethënë, qysh kishe mujt me bo një përshkrim? Po. Ti përmend në vendin tonë, përmend ju në temin pak. Për shkak se edhe prej vendit, prej nga vione, domethënë nëse kujtoj pak fëminin tem, di që familja jam gjithmonë kanë agjëru. Nuk e mbaj mend një kohë, elhamdulillah, prej Zotit, pavarësisht se kontakti me fenë edhe raporti me fenë nuk mund të them që ka qenë më të mirë në mënyrën më të duhur në botë, po gjithsesi e di që agjërimi gjithmonë edhe i kemi, domethënë në aspekt shpirtënor, Ramazani ka qenë jo prej atyne mujve kalendarik, domethënë asaj fazës të vitit të cilën zdi a ka pas gjë më të bukur edhe më të ndjeme edhe më bashk
ma familje që e kum ni vetën a i herë familjen tem se sa gjatë kohës të Ramazanit. Elhamdulillah, një prej begative që menoj që e kum marrë, është kjo, e para punës se kam shumë kujtime të mira, Allahu me barik edhe i shpërbleft prindë e mi, babën tem inshallah me xhenet, e nanën tem inshallah i jep Zoti pleshnit mbare të mirë. Është shumë e dëshmuar në aspektet e fesë për ndryshe, Allahu me barik, me përmeni për herë parë, se di po m'vjen për me përgëzu, është shumë e dedikume në aspekt fetar, lexim të Kuranit, lexim të dhikrit, lexim të namazit, edhe menoj që ka njerë kam kritikën më të madhe, të cilën prej kritikën më të madhe në kuptimin më të bukur, këndellëse. Fjalët qasja e saj është shumë këndellëse. Për me dalë të agjerimi, po vlerë, agjerimi ka shumë aspekte të cilat na e dim që shumë procese, qofshin ato biologjike, neurobiologjike, qofshin ato të shëndetit mendor në aspekt psikologjik dhe të sjelljes, ka shumë begatie, ka shumë të mira. Domethënë prej procesit të autofagjisë që vetë se njihet, domethënë kur i përpunohen neuronet, domethënë pastrohen neuronet e vdekura, e rigjenerohen ato të dëmtuarit, e shtohen ato, prodhohen të reja, domethënë prej këtij procesi që neve na bën pak më të kthjellët, ma vigjilent, na bën pak ma me peshu gjanat, me mi kalkulu gjanat ma ndryshe, domethënë këtë proces e ka për shkak se bëhet detoksifikimi i trupit edhe i trurit. Okay? Domethënë agjerimi për këtë arsye dhe neuroshkenca sot e rekomandon pavarësisht nëse është agjerimi domethënë me qëllim të Ramazanit ose jo, domethënë është një prej mënyrave të cilat e din që edhe lufton qelizat kancerogjene. Në aspekt neurologjik, neurobiologjik kjo, mas nej shumë aspektet e tjera domethënë që ndodhin me trurin, domethënë Allahu elhamdulillah ka dhënë shumë begati të mëdha të cilët subhanallahu na neze po shkojmë të zbuluat të i pa. Domethënë e para punës kur na jemi agjërueshëm kuptojmë që çka është më esencialja, çfarë po e marrim parasysh hierarkinë e Maslowit, çka është më esencialja, domethënë buka, uji, ushqimi, gjumi, apo kupton gjanat kryesore. Edhe çështu ka thënë Maslowi. Mas ne vjen agjerimi dhe thot, po më ishte edhe pa to. Apo funksionon po, plus ka mirë ka njerë me buni si lloj detoksifikimi apo. Domethënë na automatikisht nëse keni njerëz plot që thonë, "Oh, s'moj pa një kafe, s'moj me nis ditën pa kafe, s'moj me nis ditën pa boks, s'moj me nis ditën pa këto pa ato", domethënë për çaj përket ushqimit. Mas ne është agjerimi edhe tregon ty që po më ishe edhe pa ato, edhe pa ato, edhe pa ato. Domethënë çka na jep neve në aspektin e shëndetit mendor. Para punës që ato, që jemi ma të pastër, domethënë pavarësisht se në ditët e fillimit, domethënë procesi i agjerimit ndikon te ti me pas një lloj rënje, a kupton, të imunitetit kushtimisht derisa i jep imunitetit sinjal që ai mu rigjeneru prap. E mas ne energjinë që e kiti gjatë agjerimit, me mërmenja, besoj që e ke fol. Është diçka që diskutohet, domethënë shumë e pa imagjinueshme ka njëherë mas 2-3 ditë sa energjik harron, edhe sa energjik je që s'bjen në mend, edhe sa aktiv je, sa produktiv mundesh me kon ti tu kon agjerueshëm. Okej? Çka ndodh trunit faktikisht? Në shumë aspekte, domethënë komplet aspekti i besimit dhe i agjerimit, domethënë ndodhin shumë procese në tru, për shkak se bjen në gjendje qetësie trupi, a kupton? Edhe faktikisht kur bjen trupi në gjendje qetësie është për shkak të mungesës së kortizolit, se na s'kemi më qysh me stimulu disa prej metodave të dëmshme edhe mënyrave, funksioneve ditore që i kemi pas, të cilat e kemi stimulu mos na bjen mend, se s'po na intereson. Apo shumë gjëra që na kanë interesu, mo nuk na interesojnë poshtë në Ramazan. Dhe ndyqysh je i pamvëmendshëm. Edhe mas nej për çat arsye bjen trupi në gjendje të qetësie dhe kortizoli është domethënë jo në nivelet e zakonshme që është jashtë Ramazanit. Kjo domethënë neve na bën çka? Na bën mas nej me pas ma pak angst, okay? Ma pak aspektin e atij e nxit faktikisht edhe nëse jashtë e kemi anktin ekzistencial. Okay? Kush jena qa kena me bo ata, në Ramazan e dyqysh e kemi një kohë që s'menojna se e dina qa kena me bo. E dim për çka është, e dim për çka pëmajme, e dim domethënë edhe kjo domethënë shumë aspekte na i zbut tepër shumë simptoma. Po përveç asaj që na e mësojmë që ka dalë kush jam unë mëre për tej nevojave fizike. Shtin me bo që tirje, faktikisht agjerimi këto e ka, domethënë pushoje trupin, nqallë shpirtin, le pak trupin anash, se mi e marr ball.
Okej, je marrë 11 muaj tjerë. Çet muaj merru pak me shpirtin, rigjeneroje veten, okej? Modifikoje veten. Nëse po mujshe pa bukë pa ujë, pa çka tjetër po mujshme, na din sa shumë na vinën pa varësitë çdo. Domethënë e kuptojmë pe çkafit jemi të varur, pe të proceseve që menja sta merr, veç nuk e di që jam e varur pe një filxhanit kafes. Veç nuk e di që jam i varur pe një procesi që zakonshëm e kum bo, a kupton, prej një funksioni, prej një çapo diu në zakoni që e kum pas, domethënë që aty e marr vesh që prit, nuk po dashka veç me lënë bukën e ujë anash, po prit se më kanë dalë pa dhe do gjëra të tjera, kështu që hajde po lo pak edhe një sjellje të keqeve, se po moj pa bukë pa ujë, pa çka tjetër moj. Moj pa shumë aspekte, pa shumë sjellje devijante, pa shumë gjëra të cilat unë e di që dëmtoj edhe veten edhe të tjerë. Okej? Pa shumë mendime të cilat më kanë ardhur më herët, okej? Edhe që unë faktikisht nuk e kom një nevojën për Zot, vetë nevoja për Zot ty në Ramazan, ty të nxit me kon më ndryshe, në raport me veten, në raport me të tjerët, edhe në çësi lloj forme, kum thon Po e kuptu se nuk është esenca veç të solidaritetit. Domethënë ka njëherë menoj që nuk është veç me kon në vendin e pozitën e atij që nuk ka. Jo, mendoj që Ramazani, sidomos e ka me të reflektu, me të bo me reflektu ai që nuk e ka asnjë zgjidhje tjetër, faktikisht. A kupton? Jo që nuk e ka, po asnjë zgjidhje veç asaj nuk e ka. E kjo të qenit pas zgjidhje në shumë aspekte që na zakonshëm nuk e mendojmë për vlerë, nuk e mendojnë jashtë, apo jo veç me menu a pat buk as pat buk me hongër, apo ai pat gjona ata nuk i pat gjona. Shumë e madhe se ka. Shumë e madhe, domethënë jo ai që nuk pat buk e ujë, po ai që nuk pat asnjë zgjidhje për të asaj. Po del që aty që shpe kuptojte që ajo vetë njohja që përmende ma heret. Më thonë, po, gjithmonë, gjithë shka, të ajo vetë njohja. Që Ramazani, po na jep atë kohën, po na ofron kohën, që na do më thonë me pas hapsir, më marrë me veten. Nëse na nuk po mujmë që shta dhe ti me qëndru, do më thonë, pa kafe, pa ujë, pa buk, atëra automatikisht po na krijohet përshtypje që na mundemi hala. Kështu që adin seriozisht shumë madhështore, dhe unë e di që shumë çka kisha pas, me diskutu hala me ty, po më ka njoftu që koha veç se ka përfundu, unë u kënaqa shumë, edhe besoj shumë që gjithë çka që është folë sot, edhe më thonë është me shumë dobi për ata që e shikojnë këtë podcast. Sa shkurt më do Vlerë. Të po gati unë të lënë gjona të nëzishme. Po bëj hajgare, u kënaqa, elhamdulillah, këto tema gjithmonë më intrigojnë edhe gjithmonë janë gjana që me shpirt i flas edhe me shpirt kur si shalot të i fol. Sa ja qëlloj nuk e di, se nuk jemi të përkryme dhe e di që na jemi kështu, të më thonë, e plotësojmë njëri tjetrin, elhamdulillah, për që ata edhe janë gjana që i kisha fol pa frikë, për shkak se kur e këqyr për një këndvështrimi tjetër nuk janë gjana të vogla dhe nuk janë gjana pa vlerë, nuk janë gjana pa ndikim. Nuk është, do më thonë, impakti ty në është qaq i fuqishëm sa që nuk është esenca që ndron veç një individ, po ndron edhe një shoqni të tonë. Do më thonë, qoftë për mirë, qoftë për keq, nëse na dim ju qas mirë edhe në mënyrën e duhur, do më thonë, tu e përbrendsu që ato mësime, pa dyshim që tu e nis prej vetës, kemi me konë matë mirë, po dhe kemi me konë dobishëm, edhe kam me na pa hajri, edhe të tjerë kanë me marrë ndoshta uroj që t'jemi të tillë që marrin tjerë të shembull, edhe e kundërta, nuk duhet me hek përgjithësinë që veç fakti që ti je në islam edhe që ti po je praktikues, do të thonë nuk ka dëm prej teje. Po. Kisha pas qef më u përmbyll me uraj që të më kujtohet në mënyrë të plotë, do të thonë që besimtar është ai prej gjuhës, apo dhe dorës të cilët besimtarët janë të mbrojtur. Kjo le tjetë njona prej thirrjeve, harrum me përmend lutjen Vlera. Po, okej. Harrum me përmend lutjen, faktikisht se sa e rëndësishme është lutja, po gjithsesi, nëse është diçka shkurtimisht thjesht, jepini mundësinë vetes edhe kisha pas qef, nuk e di, me klient ata gjatë tonë këtyne ditëve, do të thonë, thirrja jeme ka qenë me bo lutje të çmendura. Se lutje të çmendura, jo për shkak se ato faktikisht përmbajnë gjana që janë për te asaj të natyrshmes njerëzore, mirë po mos me harru kanë e kena Zot, mos me harru kompetencat e ti, mos me harru atributet e ti, me u hy e me i njoft mirë cilësitë e ati, dhe me thonë edhe tu e njoft ata me ditë që
për ata kur gjë nuk është e pamundur. Në çka do që na jena, se e di që secili ka brenga, secili ka telashe, secili ka diçka të cilën është u stagnu dikun edhe nuk është u ecë bash mirë. Kështu që le të jetë ky Ramazan një këndellje, kupton, një kthjellje, një thirrje e brendshme, shpirtënore për secili për veten e tij, domethënë që mos të hezitojnë, le të guxojnë me bo lutje të tilla. Nuk kiti nevojë me bajt gajle. Nuk kena na, alhamdulillah, të lutja, nuk kena na me bajt gajle. A bohet as bohet, se unë po them ka një herë deri natën e provimit të mëson, mas nej thu Zot, inshallah japi provimin, po ti nëse ke mësu ki me dhon, ti leja Zotit ndorë që ato gjana që është totalisht e pa shpresë, gjendja, e që kjo është me shpresu në Zotit edhe me ju lutë Zotit. Që dorëzimi. Fix. Do të thonë që kjo bindja edhe nënshtrimi e pa kompromis në kuptimin që e din, kanë ki edhe përballë edhe kujt pilutësh, kështu le të jetë ky Ramazan. E uroj që krejt duat e të gjithëve të jenë të pranume, të jenë secili në fund, qashtu që secili ka qef me dal i pastër, i çiltër, edhe i lehtë pe këtij Ramazani inshallah dhe paqim ymër me pritë edhe shumë tjerë bashk, secilën herë të konë ma të mirë e ma i kënaqën Zoti me neve. Amin, amin. Besar ta u kënaqa. Shumë faleminderit për kohën edhe për kontributin. Faleminderit ty Vlerë. Besoj që prezenca jote na ka bë me reflektu pak më ndryshe. Faleminderit shumë. Miropafshim në podcastin e radhës.